Ibrahim Çekrezi. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, të dashur demokrat dhe qytetar të Elbasanit. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, sepse kemi mes nesh liderin historik të kësaj partie, simbolin e qendresës dhe shpresës, Dr. Berishën. Prej 12 vitesh, Shqipëria po kalon një nga periudhat më të errta në historinë e saj. Varfëria është rritur, rinia po largohet në mënyrë masive, bizneset po falimentojnë dhe oligarkët kanë uzurpuar gjithçka. Kjo qeveri ka shkatëruar ëndrrën e shqiptarëve për një jetë më të mirë dhe ka tradhtuar besimin e qytetarëve me korrupsionin dhe arrogancën e saj. 4 vitet e fundit kanë qenë një sfidë e jashtëzakonshme për forcën tonë politike. Një regjim i padrejt u përpoq të na shuante, të na përçante, të na gjunjëzonte, por ata harruan diçka. Partia Demokratike nuk është thjesht një parti. Partia Demokratike është ideali i shqiptarëve për liri dhe demokraci. Falë vendosmërisë së doktor Berishës dhe besnikërisë së demokratëve të vërtet, ne u ngritëm më të fortë se kurrë. Sot jemi këtu më të bashkuar dhe më të gatshëm se kurrë më parë. Kjo fushat nuk është thjesht një garë elektorale, por një betejë për shpëtimin e Shqipërisë. Programi ynë është i qartë edhe konkret. Unë do të përmend vetëm paketën e dhimbshurisë. Brenda 100 ditëve të para, do të vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh për çdo shqiptar dhe do të ndihmojmë familjet në nevojë. Mbështetje për pensionistët. Asnjë pension nuk do të jetë më pak se 200 euro në muaj, pensionet do të rriten me 20%, dhe çdo i moshuar do të pajiset me kartën e konsumatorit, e cila do t'i kthejë mbrapsht të vëshën për ushqimet, energjinë, ujin dhe ilaçet. Do të ulët çmimi i energjisë elektrike dhe do të falen gjobat e padrejta për pensionistët. Ulja e taksës për biznesin dhe shtresën e mesme për të sjellë rritje ekonomike dhe vende pune. Mbështetje për fermerin dhe prodhimin vendas për të siguruar ushqim të lirë dhe cilësor për çdo familje shqiptare. Elbasani dhe gjithë Shqipëria ka nevojë për një qeveri që u shërben njerëzve dhe jo bandave që pasurohen në korrisë të tyre. Sot jemi këtu me ekipin e kandidatëve të listës sonë fituese, burra dhe gra të ndershëm, profesionist, njerëzor, të cilët do të na përfaqësojnë me diatet në këtë garë elektorale dhe të sjellin ndryshimin e madh për të gjithë shqiptarët. Demokrat dhe qytetar, fitoria nuk është vetëm një shpresë, është një domosdoshmëri. Me 11 maj të japim fund këtij regjimi dhe të hapim një kapitull të ri për Shqipërinë. Me profesor Dr. Sali Berishën në krye, me Aleancën për Shqipërinë Madhështore, me besimin dhe votën tuaj, ne do të rikthejmë shpresën dhe dinjitetin shqiptarëve. Rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, fitoria është e jona.
Për të ndarë shëndrimin dhe vizionin e tij, japim fjalën drejtuesit politik të qarkut të Elbasanit, zoti Tomor